Wow, çfarë ngjyre. Shikojni pak. Provojmë snacks nga e gjithë bota. Mora për herë të dytë të pakon dhe shikoni pak se çfarë lexon këtu. Faleminderit, asgjë vëlla. Fillojmë me këto popcorna që me shumë mundësi duhet jenë amerikan dhe po, ja ku është flamuria amerikane. Mua më pëlqejnë shumë këto kokoshkat me karamel me thënë të drejtën, por këto nuk e di se çfarë kanë edhe shije si të kripur. Tyre do t'u jepja një 6. Shikoj sa e bukur kjo, sa interesante. Cotton candy, si ato që merrnin kur ishim të vegjël, i merrnin me 5 lek. Çfarë budallalliku o sot. Nuk e se pas ka shije të keqe, jo, po thjesht duket që është shumë e ëmbël edhe nuk më pëlqen fare. Marrim diçka të kripur. Mua më pëlqejnë takis, pothuajse të gjitha llojet, por ato me djathtë mbajnë numër 1 për mua. Edhe këto janë të mira, por janë shumë djegse. Kinder, edhe Kinderin nuk shkënjen kurrë, nuk e di që se ka njëri që nuk pëlqen Kinderin, por jeni shumë të çuditshëm që nuk e pëlqeni. Pëlqen nga këto karamele. Kinderi është numër 1 për çokoladata me vërtet. Gjen ato pikat e dobta se ku duhet gotasë sheqeri. Nachos. U thosh ka që qen nga shumë djegse, o zoti i madh. Sot. Po s'mund t'i quaj djegse kaq. Më shumë ishin takisat se këta. Apo po. Po, që nga djegse. E paraqitova. Se si përveç faktit që djegset nuk janë shehime, po ishin shumë të thata dhe nuk e di sa kush mund t'i haj këto. Zero. Famshme çokoladën e Dubai. Që nga shkrirë, shkreta me kaq vapsa ka qenë. Çokolada sipër pas ka një shije sigurisht çokolada më e lirë në univers, ndërsa kjo brenda nuk dihet fare. -0. Cookies and cream. Buffer cones. E keni parasysh kur ha ato kulloren dhe mesi pret që të fundit? Tukej vetëm pjesën e fundit dhe janë rregull. Shikoni pak se sa e mirë që duket. Pas ka mbushje. Wafer i lartë nuk më pëlqej kaq shumë, po ajo mbushja brenda që nga shumë e mirë. Doritos të preferuarat e mia, sa i haja kur ishan shqipri. Si ta do vogla që janë. Doritos i ka bërë dhe më mirë, kësaj do t'jepja një 7 me që është Doritos, po okej. Ato me barbecue më pëlqejnë shumë. Mini Oreo. Oreo me thënë drejtën është shumë e mirë, po është shumë e ëmbël. Sa aromë mirë që ka. Oreo ti e njishim. Është me luleshtrydhe dhe ndihet çdo lloj gjëje që mund të ketë brenda. Edhe luleshtrydhe edhe biskota perfekte. Kjo mendoj që e meriton 10-ën. Okej, se do pim në një gjë tani, se po hunger. Kjo është Fanta me pjeshk. Shumë e mirë. Si gjithmonë Fanta, domethënë. Po thjesht e do një të futur në frigorifer, se kështu ka qenë ngrohtë, nuk është aq e mirë, po kjo meriton 11 fare. Edhe këto të tjerat me Oreo e kam provuar dhe më pëlqejnë shumë. Janë wafer me mbushje brenda. Është e kombinuar aq mirë waferi me këtë mbushje brenda, se çka qen nga kjo, nuk e di fare. Mini Tornado. Oj, sa mastiç. Pas ka shihen e çumçakesit babol. Më që nga shumë e mirë. Po shumë mastiç. Fundit është kjo lëpirse këtu që unë mbusha nuk kam ndërmend të provoj me lëpirse. Kështu pra këto ishin dhe snacksa nga Sweet House Alerdel. Nëse doni dhe ju një kuti të tillë, do ua lë linkun sipër emrit tim.